edhe kjo është një shenjë që është realizuar. Shtimi i shkrimeve dhe përhapja e tyre në mënyrë masovike. Shtimi i shkrimeve. Më herët vëllezër në kohën e Muhamedit a.s. shkrimi ka qenë diçka e rëndë. Jo çdo kush ka pas mundësi që të shkruaj kur dëshiroj dhe ku dëshiroj, dhe jo çdo kush ka pas mundësi që të ketë diçka të shkruar në shtëpinë e vet. Se ka qenë diçka e rëndë, odesht në për lëkura, në për rasa të gurve që janë pak më të butë që mund të gdhenden, ose në për drunj e kështu me radhë. Pra, odesht në një material të rëndë, të shkruhet. E pastaj kjo u lehtësua pak me zbulimin e letrës apo me ardhjen e letrës tek muslimanët, kjo u shtua. Mirë po, asnjëherë më herët nuk ka qenë e përhapur, domethënë, shkrimi si në këtë kohë. Edhe atë fal teknologjisë së re, domethënë mjeteve të shtypit dhe shkrimit automatik. Njeriu nuk ka nevojë se cilin libër që e ka para duarve, domethënë të ketë dikush i cili ja ka shkruar me dorë. Vetë makinat i bëjnë këto punë, domethënë tash. Andaj për shkak të kësaj janë përhapur librat shumë. Domethënë shtohet shkrimi dhe shtohen mjetet e shkrimit. Kjo është prej shenjave të kiametit që ne jemi duke e parë. Dhe kështu është shprehur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, me të vërtetë para kiametit do të shfaqet lapsi. Dhuhurul kalem, ka thonë. Me të vërtetë para kiametit do të shfaqet lapsi. Më thonë do të shkruhet shumë. Është interesant këtu, subhanallah, se po thot pejgamberi alayhis salam, do të shtohet shkrimi, do të shtohet mjetet e shkrimit, a ka ana tjetër ka thonë se do të paksohet dituria. Çka do me thonë kjo? Nuk do me thonë se nëse dikush e ka mundësin që të përfitoj diturisë, është i ditur. Ne tash e kemi më të lehtë se gjitha gjeneratat e mëhershme të muslimanëve të përfitojmë dituri, mirë po për fat të keq ne jemi më të paditurit. Më thonë më ignorantë në çështjet e fesë. Në krahasim me kohën e pejgamberit, kur ndoshta nuk i kanë pas, ai kanë pas komplet sahabët një 7-8 mushafa, po flas apo jo, në fillim. Mirë po, e kanë pas diturinë në zemër. Dhe e kanë mësuar dhe i kanë dhënë rëndësi. Pa marrë parasysh se s'kan pas mjete. Kurse tash janë shtu mjetet, a dituria ka hub për fat të keq. Andaj nuk duhet që të mashtrohet njeri, do me thonë me shkrime, me numrin e librave, ose nëse dikush i ka shkruar 100 libra se qenë ka palesa i ditur. Kjo është një farë, do me thonë, që tregon se ndoshta ka, ama nuk është argument. Ka mundësi dikush është më i ditur për gjithëra, ama s'kalon asgjë pas dore. Pas pejgamberit alayhis salam, më shumë se Ebu Bekri që ka pas dituri, nuk ka njerë. Ama tek ne çka në kanë arritur për Ebu Bekrit, vetëm hadithet që i kanë transmetuar për pejgamberit alayhis salam, edhe disa fjalë të caktuara, do me thonë fjalë të caktuara, që nëse i mbledh me fjalët e dikujt tjetër janë shumë më pak. Ama dituria e tij çka është shfaq në vepër, ka punu njerë. Do me thonë, në përgjithësi muslimanët e parë kanë qenë më të ditur. Mirë po nuk kanë filozofu shumë. Ato që ne themi për 1 orë, ai ka thonë për 2 minuta dhe ka ecë. Edhe i ka dhënë rëndësi, do me thonë, i ka dhënë rëndësi praktikimit të asaj diturie.